Nuk e di, kush ka dëshirë që të bëj një role play me mua? E dini çfarë është role play? Keni praktikuar një role play? Role play? No? No? Come on, jeni shita. No, çoshka. Jo, okej. Mirë, atëherë le të bëjmë një improvizim. Nuk e di, kush është ai demonstrim? Okej. A kush është shitsi që ka shitur dy ashtu paketa 360 euro? Është këtu? Okej, Elziana, good. Elzianën, mund ta hapësh pak mikrofonin? Milo? Okej, Elziana, mund ta hapësh? Okej, dëgjohen? Jo? Po? Hello? Dëgjohem, Elziana? Po, dëgjohem, shumë mirë. Okej, good. Po, Elziana, mund ta bësh unmute? Hello? Po, një gjë shumë mirë. Okej, good. Na bëni një prezantim të shkurtër përpara se të fillojmë? Unë jam Martina Peculi, prej 6 vitesh jetoj në Gjermani, kam bërë studimet e larta në Shqipëri për infermieri të përgjithshme dhe kam vazhduar për psikologji. Më falë, për çfarë ishte edukimi jot? Infermieri e përgjithshme në Shqipëri Infermieri e dhe përgjithshme. kam vazhduar psikologjinë këtu. Ke vazhduar dhe psikologjinë. Ke dy armë shumë të forta, infermierin, psikologjinë. Ke një background që yes, I like it. Great. Aha. Tani sa kohë ke që merresh me snetin? Je në spitalin gjerman. Po, në profesionin e psikologjisë, jam mami 3 fëmijëve. Mamaja 3 fëmijëve, ti kesh me jetë. Fakti që ke 3 fëmijë do të thotë që ke një arsye shumë të fortë që biznesin tënd ta bësh scale. Ti s'ke nevojë për justifikime. Jo po se kështu, jo po se por kam 3 arsye të forta që duhet ta bëjmë shumë sukses në këtë biznes. Edhe yes, great Elziana. Ti sa kohë ke me snetin? Pjesës snepit në muajin shtator, në javën e dytë të muajit shtator. Dhe në bazë të pikëve që jep snepi, arrita që të kualifikohem në supervizore. Okej, good. Për një muaj ti u bëre supervizore? Po. Nice, amazing. Shikon ti, imagjino çfarë do bësh për 6 muaj. Cilat janë ambicet e tua? Ambicet kanë fund, po ideja që u futa rrugës në snep ishte që ndërtoja diçka time. Okej. A jeti në gjën tënde? Si lutem? A je në biznesin tënd? Po, mendoj që po, në fillimet e para, po që... Yes, nëse ti je në komision, pra nëse ti shet me komision dhe të ardhurat e tua varen nga performanca jote, patjetër që ti je super biznesin tënd. Dhe ta sugjeroj fort që ky lloj mundësie është shumë herë më i madh, më i mirë sepse përdor biznesin aty tjetër për t'u pasuruar vetë, sesa të rish fillosh të hapësh biznesin tate, budalliqe që po nuk është kjo temë dhe nuk dua të futem atje. Good. Atëherë, ti ke një muaj shitja jote më e madhe, kush ishte? Ishte 2 paketa detox. Detox, 2 paketa detox. Dy njësh. Po, venin të gjitha së bashku 360 euro, 370 diçka ti. Si u ndjeve? Ndjeva mirë se mora me shumë, fillova që në fillim të bëja shitja. Ka shumë adrenalinë, po jo? Ka shumë adrenalinë. Po, e mora me dëshirë të madhe. Shumë mirë. Atëherë, neve do të improvizojmë një telefonat bashkë, ti si komunikon me klientët? Flet në telefon, takon fizikisht, takon në Zoom? Nëpërmjet rrjeteve sociale, po kam punuar më shumë offline. Offline? Personalisht duke I takuar, po. Face to face. Great. Po, tek puna ku punoj e kam përhapur reklamacionin. Great. Do bëjmë një improvizim bashkë?
Po. Atëherë, unë do të bëj rolin e prospektit, pra të atij licit. Okej? Dhe ti do bësh rolin e shitësit. Po. Qa ke dëshirë që të më shesësh? Unë në fillim shikoj çfarë ka nevojë klienti. Ndonjëherë shikoj shumë aty edhe them që do t'i bëj reklamimin e kësaj teme, të këtij produkti, sepse e shikoj që ka nevojë. Shumë bukur. Unë për çka kam nevojë? Apo është produkt për femra? Kujdes, është produkt për femra, u shkri Besmira. Produktet. Kam nevojë për produkt apo jo? Produktet ka dhe për meshkuj. Okej. Çfarë do të më shesësh? Unë kam dëshirë që të reklamoj produktet që kanë të bëjnë me shëndetësinë më shumë. Ke dëshirë të reklamosh produktet që janë me shëndetësinë apo ke dëshirë të shesësh produktet që janë të lidhur me se ka diferencë shumë madhe? Po bëra një reklam të mirë, normalisht edhe klienti do blej. Varet nga ajo çfarë unë prezantoj. Hajde ta bëjmë një provë. Okej, jemi gati? Gati. Okej. Ku jemi? Jemi të zyra ime, jemi të zyra jote, jemi në kafe? Një ambient pune. Ambient pune. Okej. Në ambient pune. Jemi si tani, edhe jemi taku. Yes. Përshëndetje Elziana. Përshëndetje. Si ke kaluar? Kënaqësi që po takoj. Mirë, shumë mirë. Ja, tani jam në një projekt shumë të madh edhe po punoj pak, po goxha mirë. Ti si lodhur besoj. Me thënë drejtën nuk jam i lodhur, sepse ky projekti është shumë ambicioz edhe mendoj që kur të mbaroj këtë projektin do jem goxha shumë në formë. Ka nevojë për energji. Mendoj se të merr kohë. Urdhëro? Mendoj se ky projekt të merr pak kohë dhe ndihesh i lodhur. Dukem i lodhur? Okej. Po jam lodhur shumë vallai. Te lef jam, për zotin kam qenë shumë keq. Ja, punoj nga 12 dhjetor jam keq fare. A merr një suplement për dhënie energjie? Suplement për energjinë? Kam kështu. Jesh më energjik. Jo, nuk i përdor këto suplementet, po kam përdor magnez më shumë. Se te kompania ku punoj unë ka produkte shumë kryesore, që të ndihmojnë përgjithsisht kur ndjesh i lodhur apo kur je i stresuar, i ngarkuar. Realisht unë ka përdorur edhe vetë dhe jam shumë e kënaqur. O, vërtet? Për çfarë bëhet fjalë? Përgjithsisht kam përdorur dhe produktet për mbilartesën e stresit, pasi puna që bëj është turni i tretë dhe ndihem goxha e ngarkuar. Produktet që të ndihmojnë të jesh sa më i qetë dhe punon më mirë. Okej. Nuk e di nëse ti ke dëgjuar, po mund të shikosh edhe në internet që të shikosh. Kompania Snap jep produkte shumë të mira, si për shembull Prime, është nga produktet që ndihesh i relaksuar, të qetëson. Okej. Ka shumë benefite të mira dhe jep vërtet rezultat. Dakor. Dëshiron ta provosh? Po, mund ta provoj. Ke tash këtu me vetë, ta i fusi kokën? Atë mund ta përdorësh një herë në ditë, ose 2 herë, varet. Mund ta përdorësh 5 pika në mëngjes, është me pika, 5 pika në darkë. Ose edhe 10 që në mëngjes, varet si dëshiron ti që të ndash. Dëshirësh, mirë, kam hallë mos është kështu, mos bëj. Mund ta marrësh 10 pika në mëngjes, mund ta ndash edhe 5 në mëngjes, 5 në darkë. Okej. Po ta bëj kështu 5 në mëngjes, 5 në darkë, mos më bëhem kështu i varur nga kjo gjë? Jo, absolutisht. Janë 100% bimore dhe nuk krijon varësi nga diçka të tillë. Okej. Mirë. Dakor.
Ju flas edhe për pjesën e çmimit. Është një produkt që jam pak të kushtueshme, varet se me çfarë syri e shikon në fakt. Kushton tek shifër, 59 euro. Sa kushton? 59 euro. 59 euro, sa shtrenjtë. Pse ka shtrenjtë? Po, janë produkte 100% bimore dhe të certifikon mjekësia italiane. Normalisht të shkosh në farmaci që të marrë të blesh ilaçe, normalisht edhe këto janë goxhet kushtueshme. Kjo është një produkt që është një produkt bimor, që nuk ka efekte anësore, nuk të bën të varur. Nuk të bën të varur dhe është bimor. Po. Okej. Jo, okej. Jo, më duket i shtrenjtë, personalisht nuk duket i shtrenjtë. Duket pak e shtrenjtë, po më falë, Okej, nëse është dikush tjetër aty. Hami goca, si duket Elziana, është e mirë? Jepini pak kurajo. Pjesë Elziana, më thuaj. Duket shumë shtrenjtë, 59 euro është shumë shtrenjtë. Këto tjerët e ka nga... Mund të jetë edhe ndonjë suplement alternativ që kushton më pak dhe ka të njëjtin efekt. Ja, është alternativ që ka efekt. Okej. Një produkt pak më të lirë, domethënë që mund është ta përballosh në bazë të çmimit, por që kanë të njëjtin vlerë. Dhe sa është çmimi? Japin të njëjtin efekt. Sa është çmimi? 39 euro. Pse deshe me ndonë ato 59 ti? Pse s'më dhe këtë që në fillim? Nëse, ata më po me hile më duket. Jo, nuk po ta bëj me hile, po thjesht po të tregoj diçka që është se ky që është 39 euro, normalisht duhet ta përdorësh 2 herë në ditë dhe të jep efekt. Pak mund të ngadalë nga ai që kushton 59 euro. Ai të jep efektin më shpejt. E mirë se u tremba se thash se mos më hodhe në Sasha. Shiko, Dakor, ja do ta mendoj dhe do të them. Okej? Okej. Faleminderit. Bum, ndaloj takimin. Mirë, mund të kemi një duar trokitje për Elzianën? Bravo. Shiko, do shumë guxim që të bësh të tillë skenar në kaq shumë njerëz edhe që këto si. Tani, çfarë mendon Elziana që bëri mirë? Dhe ky klienti ka një vit që të ka fut blok. Emocionet bëjnë edhe punën e vet. Yes, çfarë bëre mirë, çfarë të pëlqeu fort? Çfarë më pëlqeu? Normalisht më pëlqen fakti kur flasë, nuk jam kështu kur flas me klientët e tjerë, tani kam emocion. Patjetër pra se ne jemi këtu në aktrim tash. Me sa kam parë unë është thjesht kur bëhet reklamacioni që të jepet mënyra e duhur ose ta bësh në mënyrën e duhur produktin. Me të gjitha njohuritë që ne kemi për produktin, për benefitet që produkti jep. Okej. Këtë e bëre mirë. Kishe një gjë që mund të bëje në përmirësim? Kisha shumë që mund të bëja përmirësim, po akoma po ndrej duart. No. Kishe një gjë që mund të përmirësoj? Në këtë reklam. Mund të flisja pak më shumë për suplementin nga çfarë përbohej. Dhe për efektet e duhur, domethënë të duhurat. Domethënë do doja të eksplikoj më shumë që çfarë përmban ky produkt. Okej. Çfarë përmban ky produkt? Pra më shumë tipare dhe më shumë këto karakteristikat e produktit, apo jo? Okej. Mirë. Dëshiron të bëjmë një kështu switch, ndryshim rolesh? Ta provoj një të bëj shitsin edhe ti të bësh klientin. Po, patjetër. Klienti, prospektin, Okej.
Atë le të improvizojmë që jemi në telefon, edhe ti ke parë diku Instagramin tim apo diçka, edhe neve të dy ram në kontakt telefonate. Okej? Patjetër. Nuk dua që ta bëjmë face to face, po mund ta bëjmë në telefon, shumë kollaj. Meqense se nuk e kemi gjithë luksin që ti takojmë fizikisht klientët, por me telefon ne vështirëzojmë një teknologji më të shpejtë edhe për të bërë atë që quhet scale, sepse fizikisht ke numër të caktuar. Për përdor teknologjinë, je më shumë, apo ja. Good. Atëherë, fillojmë. Prit tash se thot Avniu është closer. Pjesa që mund të përmirësoj ishte të gjej përmes pyetjeve më të thella. Cila është dhimbja e klientit? Yes, prospektit, yes. Neve në closing futemi më thellë. Po ja, le ta provoj një herë, nuk e di nëse do ja dalë dhe juve do më vlerësoni. Okej? Great. Përshëndetje Elgjana. Përshëndetje. Kënaqësi që po flasim në telefon. Nuk e di, pash këtë aplikimin tënd, ke parë reklamën edhe ishe interesuar për produktin? Po. Nuk e di se kanë dy lloje reklamash, KP, atë të vitaminave apo këtë të suplementeve. Që praktikisht është një gjë, po. Apo këtë të kremit. Të suplementeve. Të suplementeve, okej. Mund të të bëj disa pyetje për parë nëse kjo është për organizmin tënd për pyetje për ty? Okej. Ti përdor aktualisht suplemente? Jo, nuk përdor. Po ç'ne që do t'i fillosh? Janë suplemente për rënien nga pesha. Rënien nga pesha? Pas ke problem rënien nga pesha. Okej. Po rënien nga pesha kemi Albanën. Mirë, po ç'ne këtej domethënë, ç'a ke provuar për rënien nga pesha? Kam provuar dieta, gjithmonë nuk kam funksionuar pasi kam marrë për 30 kg. Ke provuar dietë dhe ke marrë 30 kg plus. Pas të dietës, ato kile që kam humbur kam marrë. Vërtet. Me thënë drejtën, e dëgjojmë shpesh këtë tek fusha e dietave. Njerëzit përmirësohen për një periudhë të shkurtër kohë dhe pastaj bie entuziazmi, bie. E njëjta gjë është në closing. Kur mësojnë closing, bëjnë ca shitje të shenjta, pastaj e lejnë dhe bie entuziazmi. Është një mirë, Elgjana, po nuk e di tani kjo pjesa e dietës, pse mendon që këto suplemente do të bëjnë punë? Po nga sa kam lexuar nga përshkrimi që ju keni bërë, janë suplemente bimor dhe kam parë dhe rezultate në faqen tuaj të klientëve në tjerë. Okej, ke parë rezultate. Doktora. Pe atë klientin ABC? Okej. Po ti çfarë rezultatesh po kërkon? Do të bëj 5 kg. Do të biesh sa? 5 kg. 5 kg. Për sa kohë mendon të biesh? Brenda muajit. Brenda muajit. Po pastaj? Mbas muajit ti do biesh 5 kg, çfarë do ndodhi? Nga sa pash në përshkrimin që kishim bërë, suplementeve për rënien së peshës, nëse unë mbaj një ushqim shëndetshëm, nuk i marr mbrapsht shpejtëlla. Atëherë kush është zgjidhja? Do dëshiroj të dija më shumë për produktet. Po pra ja, do t'i jap këto suplemente, do bish 5 kg për një muaj, po pastaj do i morësh prap. Ç'e do? Leci i mirë kështu. Ja të shpej marë fare. Si? Shpej marë fare atë. S'pej merr fare? It's okay. Ka një gjë tjetër që mund ndihmoj? Jo, asgjë. Okay.
Shiko, problemi që ndodhet me këtë Eliana është sepse ne nuk duam që të bëjmë shitje, neve duam të kemi një duam të transformojmë shëndetin e klientëve tanë ose bashkëpunëtorëve tanë. Këtë gjë që unë po flas me ty e has çdo ditë. Njerëzit duan rezultate të mëdha për kohë të shkurtër dhe kjo të sjell një organizim të organizuar në mënyrë perfekte, sepse ti për një periudhë kohë je shumë mirë dhe pastaj bie. Zgjidhja që neve kemi gjetur me disa lloje klientësh është që kemi ndërtuar disa paketa 3 mujore, 6 mujore, biletkade 1 vjeçare, të cilat bëjnë të mundur që ti të bësh atë transformimin tënd, jo 1 muaj edhe maro punë, por ta bësh paktën për 1 vit që ty të kthehet në një stil jetese. Duke të kthyer në një stil jetese, atëherë ti nuk e merr kurrë ato kile. Por nëse do më thosh mua e shiko Eri, më jep të pilulën magjike me këtë ilaçin se unë do bi për 5 kg për 1 muaj. Prap do vish pastaj shiko se u shëndosha më shumë se me dietë. Sepse dhe ilaçi më i mirë që neve kemi gjetur në këtë lloj 30 fundit, në këto muajin e fundit, neve kemi bërë këtë gjë që kemi ndërtuar disa paketa në minimumi është 3 muaj, e cila nuk mundet dot ty të lërë në balt. Por ti merr një angazhim që neve punojmë 3 muaj bashkë, ideale ishte 1 vit, por nuk e di tani ti si e mendon, dhe pastaj neve mund të kalojmë tek pjesa që ti të marrësh një ndryshim të avasht, po për një kohë të gjatë derisa të bëhet një stil jetese. Nuk e di si duket si ide. Do të mendoj në fakt. Do ta mendosh për çfarë? Të duket shumë e bukur për të qenë e vërtet? Po. Kështu thonë gjithë. Sepse kur flasim neve duket shumë reklam, duket i nga këto Instagramit edhe këto gjërat. Edhe sa herë që neve klientët na thonë do ta mendojnë, binë ato monotoninë e momentit edhe nuk bëjnë fare asnjë lloj lëvizje për veten e tyre. Ti, a je një person që i angazhuar për të marrë pjesë në ndryshimin e peshës tënde, apo je një person nga këto që e zvarrisi e tha një ditë do shkojmë, një ditë do bëjmë. Hajde. Ja, unë jam e angazhuar. Ai të rezultatet. Kur flasim e angazhuar, në ç'kuptim? Tani angazhuar kur tani po flasim jashtë reklamës. Kur unë dua, ose i vëj qëllim vetes, përse të humbja peshët. Unë të arrij që të humb peshën, të krijoj një balancë, të kemi një trup në fillim të shëndetshëm, dhe pastaj në formë. Do të arrijë deri në fund. Po pra se po e dëgjoj shpesh këtë pjesën e balancës edhe të peshës. Po pse të duhet? Çfarë do të realizosh ti me këtë? Tek pesha, çfarë duhet të realizoj? Një nga faktorët e mbi peshës, kjo probleme të tjera shëndetësore. Për shembull? Për shembull kur vuan nga menisku dhe në momentin që ti je pak mbi peshë, fillon të vjen ato dhimbje. Okej. Ti ke probleme me mushkërinë, mbi pesha, të sjell probleme të tjera të frymëmarrjes, mbi pesha të sjell diabetin, ka shumë faktorë. Edhe çfarë ndodh pastaj kur ti bësh me diabet ose ke probleme me mushkërinë? Çfarë ndodh? Ti bëhesh të futesh në rrugë të gjatë në ana mjekësore në mjek, dhe të kujdesesh që në fillim për trupin dhe kur kujdesesh për trupin do të thotë që ti kujdesesh për të ardhmen tënde. A je ti një person që kujdeset për të ardhmen tënde? Sidomos në mos 35 vjeçare. Sidomos në moshën 35 vjeçare. Po ti a je një person që kujdesesh për shëndetin tënd? Për investimin për të ardhmen? Po, kujdesem. Çfarë bën për këtë? Në sport. Fitness. Okej. Po fakti që jeni në ushqim shëndetshëm. Ja.
Po fakti që jenë të telefonat me mua do të thotë që këto gjëra kanë funksionuar deri tani? Jo, gjithmonë ka momente që bie dhe Pastaj e merr prapë. Apo jo? po, po, Gjithmonë ka e momente merr që prapë. rëzohesh në monotoni, pastaj ngrihesh pritësua. Ja, me këtë situatë që neve hasim çdo ditë, neve gjithmonë shohim njerëz të interesuar për të investuar tek vetja, por nuk shohim veprim. Edhe këtu mbyllet çdo gjë. Okej, bum bum, ndaloi roleplay, ndaloi takimi. Një duar trokitje për Elzianën. Përsëri prapë për Elzianën sepse këtë rol e bëri shumë mirë pjesën e prospektit.